Të dashur shqiptar, studiuesit maqedon kanë dalë me propozimin për të përjashtuar gjuhën shqipe nga fjalori i gjuhëve indo-europiane. Kaq i rëndë është zbulimi që gjuha shqipe është gjuhë neolatine. Ka mundësi që austriakët ta kenë ditur këtë, sepse Gustav Mahler i ka përshkruar shumë fjalë të shqipes që mendoshin të gjuhës indo-europiane, ai ja atribon gjuhës latine këto fjalë. Dhe ky fjalor është botuar në vitin 1861. Pra, austriakët ishin në dieni të natyrës së thellë të shqipes brenda kuadrit të italishtes, arumanishtes, spanjishtes, gjuhës siciliane, gjuhës franceze. Pra, gjuha shqipe ka lindur në fund të periudhës romake, për një arsye shumë të thjeshtë. Veteranët romak ju vendosën në Spanjën e sotme, në Francën e sotme dhe në Iliri, filluan të martoheshin me gratë vendase, të cilat flisnin ilirisht o greqisht, dhe dal nga dal, fëmijët e tyre krijuan një problem për Romën. Ata ishin bijë të aristokratëve romak, por flisnin një gjuhë të përzier, siç është gjuha shqipe, fjalë ilire, por gramatik të latinishtes. Jo vetëm gjuha u bë problem i madh, por u bë problem i madh statusi i tyre. Kuptohet që veteranët romak donin që fëmijët e tyre të ishin romak, ndërkohë që Roma donte qytetari të pastër. Vetëm ata që kishin baban dhe nënën romake do quheshin romak. Në fillim kjo ishte një problem i vockël, por me rritjen e kësaj popullsie bastarde, me nëna vendase dhe veteran romak, ky u bë problem i madh. Dhe arriti kulmin e shpërthimit pikërisht me ardhjen e gotëve, të cilët e shfrytzuan këtë dobësi të perandorisë romake. Perandoria e lindjes e zgjidhi ndryshe. Ajo bëri me detyrim gjuhën greke dhe të gjitha popullsitë nën perandorinë e lindjes quheshin romei, por në fakt ishin grek nga gjuha. Pra është gjuha ajo që përcakton njeriu. Deri në atë shkallë sa që edhe shumë popull sirian edhe hebrejnë janë helenizuar komplet. Shkruanin dhe librat e shenjtë vetëm në helenisht, në lindje. Edhe popujt armen shkruanin helenisht në lindje. Edhe dardanët e mbetur në Azinë e vogël shkruanin helenisht dhe janë gjetur statuja të plota dardane në qytetin e Dardanis në Turqinë e sotme, të gjitha me mbishkrime helene. Ndërkohë që romakët ishin kaq strikt për qytetarinë e tyre, edhe sot e kësaj dite ti quhesh grek në qofse mëson gjuhën greke dhe quhesh ortodoks. Praktikisht, Greqia sotme mban të njëjtin në regjim si perandoria e lindjes. Pra është shumë e hapur për çdo lloj popullsie në qofse ato humbasin identitetin e tyre. Perandoria romake ishte në të kundërt. Nuk lejonte madje edhe fëmijët e ushtarëve romak të quheshin qytetar të mirëfillt romak. Pra, siç e thash, kjo popullsi u bë më e madhe se popullsia origjinale romake në Spanjë, Iliri, në Gali, që ishte Franca e sotme, dhe në momentin kur futen fiset gjermane gote, të cilët quheshin vandal, në Andaluzinë e sotme, në Spanjë, ata hyn pas një lloj rezistence. Këto fise bastarde që flasin dhe sot spanjisht, një bie latinishtes, nuk rezistuan. E njëjta gjë ndodhi në Gali. Fiset gale të përziera me romakët sundues nuk rezistuan ardhjen e frankëve, të cilët ishin fise gjermanike, por edhe ato u përzien me popullsinë vendase dhe lindi frëngjishtja e sotme. E njëjta situatë ndodhi në Rumani, ku me ardhjen e slavëve, që u përzien me popullsinë vendase, lindi rumanishtja e sotme, që është bie latinishtes. E njëjta gjë ndodhi në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, me ardhjen e trupave gote dhe pastaj slave, nuk ka patur absolutisht
asnjë lloj rezistence, sepse këta njerëz, këta bastard ishin të pakënaqura me Romën. Nuk rezistuan. Perandoria e lindjes ka rezistuar deri në shekullin e 15, fuqimisht kundër çdo lloj shkatrimi, sepse të gjithë njerëzit flisin të njëjtën gjuhë, gjuhën greke, e cila ka evoluar, po ajo greke është. Ndërkohë që latinishtja vdiq plotësisht sepse edhe në Itali fiset gote që erdhën u përzien me romakët, dogjën në Romën dhe populli italian nuk është populli romak, është një popull i përzier me fiset gote, mbeturinat romake, domethënë dhe italianët mbeturina janë, që ta dini ju. Edhe ne jemi mbeturina të fiseve slave, të fiseve gote, të bijve bastard të ushtarëve romak, dhe sot flasim si gjuhë, një gjuhë neolatine. E sigurt, fjalët ti mund t'i kesh nga slavishtja, mund t'i kesh dhe nga turqishtja, por gramatika jonë është e qartë neolatine. Do më thënë, të gjithë emrat mashkullor në Shqip kanë dalë nga rasa kallëzore e latinishtes, siç ndodhi në spanjisht, siç ndodhi edhe në gjuhën rumune dhe arumune dhe atë franceze. Tani është gjetur emri Dybron ose Dibron, që do thot Dibran. Është një ushtar i lirë, i cili është varrosur në Siri, dhe mbi shkrimi i varrit është në greqisht, sepse perandoria e lindjes përdorte greqishtën. Ne nuk e dim çka ka folur Dibroni, por mbi shkrimi i varrit është në greqisht. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Iliri dhe në Shqipëri, edhe mbas pushtimit romak. Do të thonë që popullsia vendase ka vazhduar të flasë greqisht edhe mbas pushtimit romak, por edhe ky ushtar i lirë që ka vdekur në Arabi është varrosur atje dhe është gjetur në shkretir varri i tij pastër sikur të ishte bërë dhe është në gjuhën greke. Ta shikojmë bashk. Të dashur shqiptar, kjo është pllaka origjinale, është në greqisht për Dibranin. Dibranin e pavdekshëm që ka marrë me vete emrin e Dibrës në ilirisht. Dhe siç e shikoni, ky emër i lirë është në gjuhën greke, ashtu ka mbetur deri në ditët tona. Dhe tani do t'rregoj unë se pse duan që ta heqin emrin e gjuhës shqipe nga fjalori i gjuhëve indo-europiane. Kanë pak të drejtë. Pra ky është varri origjinal i Dibranit në Arabi. Teksti grek i varit i liro Helen përkthehet në anglisht. Lord God save Dibron. May he stand firm in peace and may he be blessed. Alpha and Omega. Pra është një varr që i përket periudhës së kristianizmit. Alfa dhe Omega përdorej për Jezu Krishtin, fund fare, dhe këtu i këndohet Zot, im Zot, i thuhet Krishtit, fjalë për fjalë. Pra do të jetë shekullit të 6 të erëson ky varr, i përket ushtarit të perandorisë së lindjes që mbijetoi sulmeve gote, edhe slave. Pse? Sepse ata të gjithë flisnin greqisht, të gjithë popujt, dhe e konsideronin veten romak të lindjes. Por ata u bën grek, pra është gjuha jo që përcakton dhe jo gjenetika, siç e shikojmë. Nuk ka rëndësi fare ngjyra e fytyrës, ka rëndësi gjuha. Nuk ka rëndësi gjenetika nga vjen ti, nga Neandertal, por ka rëndësi gjuha. Gjuha përcakton identitetin dhe gjuha jon përcakton që ne jemi neolatin, ndërsa me gene ne mund të jemi Superman, por jemi neolatin. Kjo është e sigurt. Ata që din greqisht do e lexojnë shumë lehtë këtë tekst, sepse gjuha greke nuk ka ndryshuar pothuajse fare me shekuj. Pra janë gënjeshtra ato që grekët e sotëm nuk janë grekët e lashtë. Nga fytyra nuk janë, pra janë përzier me armen, me arab, me hebrenj, por flisnin greqisht, siç e shikoni. Dhe Dibrani, që vdiq atje në shkretëtir, varri i tij është në gjuhën greke,
edhe në Shqipëri të gjitha varet janë në gjuhën greke. Këta akademia nuk e di dhe i boton këto terma dhe thot që janë shqiptar, ju mashtron. Tani vim tek fjalori indo-europian. Fjala shqipe bythos, siç e shikoni, do të thot thellësia e detit dhe është perëndia bythos që kam gjetur unë, është perëndia e dylberave, është shoku i Afërditës, gjysmë peshk, gjysmë dem dhe zhytej në thellësitë e oqeanit, prandaj ka kuptimin ai thelli, ai bythës. Kjo është perëndia jon, dhe unë them të ngrem tempullin e bythës, ti lutemi çdo ditë bythës, sepse kjo është perëndia jon dhe asgjë tjetër. Pra, ilirët përdorin greqishten. Por, pastaj gjuha jon u shkatrua nga romakët dhe ne përdorim tashti gramatikën e latinishtes. Në qoftë se ju doni të flisni ilirisht, bythës do t'i thoni bythos. E kuptoni? Sa herë që t'i bini bythës, do t'i thoni, do shkojmë t'i falemi bythos. Tani, si që shikoni, këto emra trak, doberos, debre, janë emra grek. A kuptoni apo jo? Ka kuptimin lugin e thellë. Dhe ky emër, Dubris Thalassa, është gjetur në një mbishkrim të një shkolle greke. Është gjetur aty dhe quhet shqip, po s'është shqip. Pra është ilirisht. Atëherë çfarë është ilirishtja? Greqisht është, e kuptoni apo s'e kuptoni? Është kaq e tmerrshme kjo që ka ndodhur, sepse ky emër ka kuptimin lugin në gjuhë slave. Ja ta shikojmë bashk. Do habiteni që fjala dybra është në një dialekt bullgar. Do thot lugin, lugina e dibrës. Ashtu është dibra në një lugin. Kjo është shumë e rëndësishme. Pse? Sepse tani këta emra slav tregojnë që pas ka patur slav këtu që në periudhë të lashta ilirët flisnin helenisht, por krah tyre pas kanë qenë dhe fise slave. A shikoni se sa të mërshme është kjo? Ky emër ka mbjetuar në gjuhë slave me kuptimin lugin, gryk. Në shqip s'ka asnjë kuptimi. Mi po ishte Dibroni, siç e pati ju, ushtar i lirë që fliste greqisht dhe u varos në një varr me mbishkrim grek. Ky është problemi. Pra gjuha shqipe do të vazhdojë të përdoret si gjuhë indo-europiane. Ne kemi fjalë indo-europiane, fjalën bythos, që do thotë thellësi, kjo është perëndia jon, por dibra që nga fjalë slave, do të thënë pas ka patur slav aty. Dhe tani shikoni sa rrezikshme është etimologjia. Turbo-albanët kanë vendosur që të bëjnë kryengritje në Maqedoni. Unë nuk dua që shqiptarët të përgjaken për ca fjalë, për dybra, për dybronin, ishte grek, apo ishte maqedon, apo ishte shqiptar. Çrëndsi ka. Gjuha shqipe ka marrë tipare të neo-latinishtes. Është e sigurt. Fjalët tona janë të lashta, indo-europiane. Tani, në qoftë se ju doni të flisni si këto dibranët që banonin atje, slav, në rregull. Në qoftë se ju doni të flisni si iliro-grekët, dibron, i varosur në arabi, në rregull. Fjala ju e pastër është bythos. Atëherë do t'ja ndrojmë dibrës emrin në bythos. Jam shumë dakord. Ky është origjinali. Bythos. Krahina e bythës. A kuptuat? A jeni dakord ju ta vëmë këtë emër? Se unë jam dibran. Po unë nuk do kisha dëshirë të quhesha nga krahina e bythës. Megjithatë, mund të bëhemi komplet nacionalist. Dhe s'ka nevojë të përgjakemi, ja vëmë emrin krahina e bythës dhe maqedonët me dëshirë do na lejonin ta vinim këtë emër për të tallur me ne. Ky është problemi jon. Pastaj problemi tjetër është ti s'do përdorësh më gramatikën neolatine, që përdor gjuha vllahishte dhe që përdor gjuha rumune, ti do përdorësh helenishten. Dhe emri është Dybris.
ka kuptimin det i thellë. Ja t'u ja tregoj unë tani. Këtu jemi në dokumentin origjinal, dybris thalassa ose deti i thellë. Praktikisht është fjalë greke, është gjinia femërore. Dhe është gjetur në një shkollë që quhet Skolia e Theokritit. A shikoni? Është gjetur pra dokumenti origjinal, pra ilirët flisnin helenisht. Pra në qoftë se doni t'i vëni emrin Dibrës, doni t'ja vini, ka qenë Dybris. U kënaqë tani. Emër femëror në greqisht. Pra, në qoftë se ti do të flasësh ilirisht, ti do kthehesh te gramatika greke. Në qoftë se do të flasësh shqip, ti do mbetesh te gramatika neolatine. Dhe në qoftë se do të flasësh me gjuhën e vendasve, ti do të flasësh slavisht. Dybri i thon lugin e thellë, siç është dhe sot e kësaj dite në Dibër. Pra, cilën gjuhë doni ju që ne të përdorim? Slave, vendase, iliro-helene, pushtuese, apo shqipe, bit bastard të ushtarëve romak? Më thoni dhe më shkruani në komentet tuaja cili është vendimi juaj përfundimtar.